Ja si të zhdukni kollën dhe të pastroni mushkëritë nga gëlbaza në vetëm 24 orë me këto 6 ushqime. Pa mushkëri nuk ka jetë. Ato janë të nevojshme për pastrimin e oksigjenit nga toksina dhe transportin e tij nëpërmjet gjakut drejt të gjithë organizmit. Sistemi frymëmarrjes duhet të mbrohet me fanatizëm për një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme. Mbrojtja fillon duke u kujdesur në ushqimet, pijet dhe substancat që lejojnë të futen në organizëm. Në këtë video do të mësoni për ushqimet dhe pijet më të domosdoshme për shëndetin e mushkërive sipas WebMed. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uji. Uji është i parë në listë sepse ai hidraton organizmin plotësisht. Sa më shumë të dehidratuar që t'i keni mushkërit, aq më i lartë niveli i eritimeve të tyre. Për më tepër, çdo gotë uji që do të merrni do të ketë më shumë oksigjen të nevojshëm për frymëmarrjen. Ekspertët këshillojnë të qëndroni mirë të hidratuar dhe të konsumoni të paktën 2 litra ujë çdo ditë. Konsumoni frutat e pyllit. Shëndeti i mushkërive është i lidhur fort me praninë e toksinave. Frutat e pyllit janë perfekte për pastrimin e mushkërive nga toksinat. Boronicat, rrushi, luleshtrydhet kanë shumë antioksidantë që ofrojnë mbrojtje kundër këtyre komplikacioneve, përfshirë edhe dëmtimin e frymëmarrjes. Prandaj sigurohuni të konsumoni fruta natyrale dhe të freskëta të pyllit vazhdimisht, sidomos edhe sipas sezonit. Fasulet. Fasulet janë të mira si për zemrën, ashtu edhe për mushkëritë. Ato janë një burim kryesor i mirë i fibrës dhe një racion i tyre plotëson 50% të nevojës ditore për fibër. Një regjim ushqimor i pasur me fibër luan një rol kyç në shëndetin e mushkërive. Mollët. Mollët përmbajnë vitamina dhe minerale thelbësore për funksionin e duhur të mushkërive. Bëhet fjala për vitaminën C, prania e të cilës ulë riskun e problemeve të mushkërive. Për më tepër, ato përmbajnë fibër dhe ujë. Në dietën tuaj për një shëndet më të mirë të mushkërive nuk duhet të mungojnë gjithashtu as shegët. Shega është një heroinë e vërtet në mesin e ushqimeve më të mira të shëndetshme. Ajo është e pasur gjithashtu edhe me antioksidantë dhe acid elagjik, që ngadalëson rritjen e qelizave të dëmshme në trupin tuaj përfshirë edhe problemet të mushkërive. Sigurohuni të konsumoni shegën dhe lëngun e saj natyral në të mirë të shëndetit tuaj të frymëmarrjes dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Për një shëndet më të mirë të mushkërive, në dietën tuaj nuk duhet të mungojnë as specat e kuq djegës. Specat e kuq djegës jo vetëm që janë një zgjidhje shumë e mirë kundër sinuzitit, por edhe për pastrimin e sistemit të huaj të frymëmarrjes nga infeksionet. Kapsaicin, një përbërës aktiv që gjendet te specat e kuq djegës, ndihmon në pastrimin më të mirë rrënjësor të mushkërive. Gjithashtu ajo pastron mushkëritë dhe ngadalëson rritjen e qelizave të dëmshme. Ndaj sigurohuni që të konsumoni produktet e duhura natyrale për një shëndet më të mirë të mushkërive. Në dietën tuaj për një sistem më të mirë të frymëmarrjes mund të shtoni gjithashtu edhe çajin jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani çaji të ngrohtë me çaj jeshil para gjumit. Kjo do të ndihmonte ndjeshëm në pastrimin e organizmit dhe mushkërive nga toksinat, por edhe në ruajtjen më të mirë të shëndetit tretës. Çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit gjithashtu dhe mjaltin. Lëngu i limonit gjithashtu është një produkt fantastik dobiprurës për shëndetin e mushkërive. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidantë gjithashtu dhe me acid folik. Pini ujë me limon çdo mëngjes me stomakun bosh në mënyrë që të merrni përfitimet të duhura ushqyese. Lëngu i boronicës së kuqe, gjithashtu edhe lëngu i ananasit, janë zgjidhje të mira për sistemin e frymëmarrjes. Këto fruta janë të pasur me antioksidantë dhe lëngu i tyre mund të pihet çdo ditë në mes vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës gjithashtu mund të jetë aleati juaj më i mirë për sistemin e frymëmarrjes. Karrotat janë të pasura me beta-karoten, vitaminën A, vitaminën K, vitaminën C dhe B. Lëngu i saj do të rrisë nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar gjithashtu se disa karrota në ditë mund të ulin në riskun e sëmundjeve të mushkërive. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai do të lehtësojë dhe do të eliminojë sekrecionet bllokuese të mushkërive.
Ushqimet e pasur me antioksidant gjithashtu mund të përfshihen me patjetër në dietën tuaj. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasur me antioksidant që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive dhe të frymëmarrjes. Rigoni dhe energjiku gjithashtu mund të jenë aleat shumë të mirë për sistemin e frymëmarrjes. Përbërësit organik të këtyre produkteve mund të ndihmojnë sistemin respirator të jetë më i lehtësuar. Problemet e gëlbazës janë ndër problemet më të mëdha në botë. Edhe pse nuk shkakton ndonjë problem të madh shëndetësor, ulëndjeshëm cilësinë e jetës. Megjithatë mund të jetë e mundur të kapërcehet ky problem me metoda natyrale. Gëlbaza është një lloj lëngu ngjitës i mukozës që mbron mushkëritë dhe traktin e poshtëm të frymëmarrjes. Zakonisht rritet gjatë ftohjes dhe infeksioneve të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Heqja e gëlbazës është e rëndësishme për të siguruar frymëmarrje të rehatshme. Në kushte normale ekziston një ekuilibër në prodhimin dhe pastrimin e gëlbazës. Prodhimi i pështymës së bashku me kollën ndodh si pasojë e prishjes së këtij ekuilibri. Në të njëjtën kohë, një rritje prodhimit të sekrecioneve të rrugëve të frymëmarrjes mund të ndodhë në raste të tilla si gripi, sinoziti, ngjarjet alergjike ose ekspozimi ndaj dotjes së ajrit. Pirja e duhanit dhe kimikate të tjera stimulojnë sekretimet dhe mund të dëmtojnë rrugët e frymëmarrjes. Nëse prodhimi i sekrecioneve në rrugët e frymëmarrjes vazhdon për një kohë të gjatë, ai mund të grumbullohet në nivele të ndryshme në sistemin e frymëmarrjes dhe të shkaktojë obstruksion. Mukoza e grumbulluar si rezultat i pastrimit jo adekuat të rrugëve të frymëmarrjes mund të hapë rrugë infeksioneve të shkaktuar nga mikroorganizma të dëmshme. Për këtë ju këshillojmë këto receta. Ju duhet një qep, një thelpi hudhër, një gotë me ujë të nxehtë, 3 lugë me mjaltë, lëngu një limoni, një lugë çaji me kanellë dhe gjysmë lugë çaji xhenxhefil pluhur. Për të përdorur dhe për të përgatitur këtë përzierje fillimisht, ngrini qepën dhe hudhrën në kuba të vogla dhe vendoseni në një kavanoz. Hidhni mbi të një gotë me ujë të nxehtë dhe mbyllni kapakun. E lini përzierjen të qëndrojë derisa të ftohet. Pasi të ftohet, kulloni ujin dhe hidheni në një enë. Më pas shtoni përbërësit e tjerë në kavanoz, mbyllni kapakun dhe tundni mirë. Mund të pini 2 deri në 3 lugë pas çdo vakti. Të vegjëlit mund t'i japin 1 deri në 2 lugë gjedhe. Kjo përzierje është gjithashtu edhe një zgjidhje shumë e mirë kundër gëlbazës. Ekspertët e mjekësisë alternative pohojnë gjithashtu se kjo përzierje ka efekte ekspektorante. Kjo zgjidhje natyrale, e cila është efektive njësoj si medikamentet, por nuk ka efekte anësore, mund t'jap lehtësim dhe veçanërisht gjatë dimrit, derisa të merrni trajtimin tuaj të specializuar. Gëlbaza është në thelb një substancë e dëndur e sekretuar nga mukoza e traktit respirator, një kërcënim për të luftuar infeksionet, për shembull ftohje të rënda dhe një sër problemesh të tjera. Shkaku i gëlbazës është kryesisht gripi, infeksionet bakteriale ose dhe ftohja. Të paturi shumë gëlbazë mund të çojë në undë të lëngshme, temperaturë të lartë, dobësi dhe kolla agresive. Në këtë video do ju japim disa receta natyrale që mund të merren me probleme të shpejta në mënyrë efektive. Xhenxhefili është një lehtësues shumë i mirë edhe një alternativë e pasur me vlera antibakteriale. Gjithashtu recetat që ju duhet në këtë rast janë 6 deri në 7 feta xhinxher, 1 lugë çaji mjalt, 1 lugë çaji piper të zi kokër dhe 2 gota me ujë. Vloni ujin në tenxhere dhe shtoni xhenxhefilin dhe kokrat e piperit. Mbulojeni atë dhe lini të zjejë për disa minuta. Më pas hiqeni nga nxehtësia dhe lini të ftohet dhe shtoni pak mjalt dhe më pas e shijoni. Edhe shafrani ndis mund të jetë një zgjidhje lehtësuese në rastin tuaj. Komponenti aktiv i shafranit të indis quhet kurkumin, i cili gjithashtu ka edhe efekte të mira antibakteriale dhe lehtëson problemet e frymëmarrjes. Për të realizuar këtë recetë keni nevojë për 1 lugë çaj shafran, gjysmë lugë çaj krip, 1 gotë me ujë të ngrohtë. Shtoni shafranin e indis në ujë dhe shtoni kripën. Me këtë masë të përfituar bëni gargar për pak minuta, në mënyrë që të siguroheni se keni larguar të gjitha bakteriet dhe keni lehtësuar frymëmarrjen nga çdo gëlbazë e pranishme në sistemin tuaj. Nëse gjendja juaj është alarmante, drejtohuni tek mjeku për të marrë edhe trajtimin më të specializuar. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.